Në organizim të vullnetarëve të rinj nga organizata komunale e Kryqit të Kuq në Kërçov, në kuadër të projektit të PHV-s në Qendrën për Kulturë, mbajt koncert humanitar Kultura Jon. Vullnetarët e rinj nga Kryqi i Kuq nga etniteti shqiptar dhe maqedonas, përmes artit dhe solidaritetit promovuan bashkëjetesën dhe ndihmën ndaj atyre të cilëve kanë nevojë. Në një shoqëri të pastruar me shumëllshmëri kulturore, arti ka fuqinë të bashkojë atë që ndonjëherë darja politike apo historike e ka vështirësuar. Një shfaqje teatrore e përbashkët me shqiptarëve dhe maqedonasve nuk është vetëm një akt artistik, por edhe një shembull i dialogut ndërkulturor dhe i vullnetit për të ndërtuar ura mirëkuptimi. Përmes ndërthurjes së gjuhëve, traditave dhe simboleve të ndryshme kulturore, kjo shfaqje synon të tregojë se dallimet nuk janë pengesë, por pasuri. Актерите и креаторите од двете заедници носат на сцената приказни и емоции кои зборуваат на универзален јазик, оној на уметноста. Оваа соработка е доказ дека без разлика на потеклото можеме да споделиме исти сцени, исти соништа и иста визија за пообединета иднина. Gjithashtu të pranishmit ndoqën nga afër edhe interpretimin e poezive dhe pikave të tjera artistike të vullnetarëve të rinj të organizatës komunale të Kryqit të Kuq në Kërçov.